Gjatë javës që sapo u mbyll, monedat kryesore të huaja kanë shfaqur një tendencë në rritje në raport me lekun në tregun e brendshëm valutor. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, euro ka shënuar një rritje të lehtë në pjesën më të madhe të javës, ndërsa dollari amerikan është forcuar çdo ditë me përjashtim të së hënës. Pasi preku nivelin më të ulët historik më 5 mars, euro shfaqi shenja rimëkëmbje gjatë kësaj jave dhe u rrit gradualisht deri në 96.14 lekë të njëjtën e javës së kaluar. Megjithatë, në sesionin e së premtes, monedha europiane pësoi një rënje të lehtë duke u mbyllur në rreth 96.8 lekë. Pavarësisht rritjes së lehtë, euro vijon të tregtohet pranë niveleve më të ulta historike në raport me lekun. Në këtë periudhë, normalisht duhet të kishte ndodhur e kundërta sepse nuk ka fluks të mëdha të monedhës evropiane në ekonominë tonë. Megjithatë, një arsye mund të jetë fakti që Banka e Shqipërisë ka qenë më pak aktive me blerjen e monedhës në tregun e brendshëm dhe ka lejuar që kursi të ndjekë rrjedhë normale. Ndryshe nga euro, dollari amerikan ka shfaqur një tendencë më të qartë forcimi si pasojë e rritjes në tregjet ndërkombëtare indikuar nga lufta në Iran. Pas një rënje të lehtë në fillim të javës së kaluar, kursi i dollarit u rrit gradualisht duke arritur në fund të javës rreth 83.89 lekë, niveli më i lartë që nga fillimi nëntorit të vitit 2025.